Lura është ky i pari apo janë të dy lura? Të dy janë lura. Kompjuteri i parë që ka hyrë në Shqipëri në institucione. Ky është kompjuteri i parë që ka hyrë në Shqipëri? Përdorej për shkrime zakonisht, ka pas edhe ekranin, edhe aty futej disketa. Buket si makinë shkrimi. E afër, po makinë shkrimit elektronike, po i themi ne. Në rafta kam dokumente të ish lokalitetit Bushatit të viteve 48-68, gjithë shka që ka ndodhur në këtë rajon, domethënë është dokumentuar dhe me shkresurinë të ardhura nga gjithanaj. Vegla punit për gjitha proceset në bujqësi. Bujqësi, në shtëpi, kudo, edhe në qytet. Kush është më e vjetra këtu? Tipet janë djepet e zonës Zadrims, 2 të partë, Marsia Madhe kategoria aty në, kurse Mirdita. Këta dy janë të Mirditës? Po. Në Rakijet, bashkë me kazanin e Rakijës, që është 200 vjeçar. 200 vjeçar ky kazani i Rakijës. Wow. Në arkeologji kam pak gjana, edhe ato nuk i kam sjell këto bile, janë të grumbullume, por është zonë shumë e fuqishme arkeologjike. Këtu afër është zbuluar edhe një qytetërim i hershëm që pretendohet se është 4000 vjeçar, Basanja, Bushati, Basanja, dhe janë zbuluar. Ke marrë pjesë ti aty? Po, kam shku. Marrë pjesë, ato i kanë marrë, se ka një ekip polaka shqiptare edhe i kanë grumbulluar materialet, i kanë marrë për studime në Poloni, në mënyrë që ti saktësojnë. Sa vështirë është ndosë t'i gjesh edhe t'i ruash këtë gjëra kaq të vjetra? Po me llogarit kilometrat, unë Shqipërisë një 10 herë do t'i kisha ra rreth rrotull. Pra që kam lëvizur me makinë. Po të llogaritesh sasinë e lekëve, nuk është e lehtë fort me vu askush rrogën 30 vjeçare, edhe me jetu me gjanat minimale. Ke menduar ndonjëherë t'i shesësh? As edhe një herë. Më është ofru edhe shumë e madhe dhe asë më shkon normal. Ju kanë thonë fëmijëve të mi, kam 2 djemtë me 2 vajza, askush nuk ka drejt ta tjetërsojnë përveç se të rrinë këtu. Ai që e tjetërson, ka një fjalë tjetër, kena ato traditat që jo si... Këta amanet ju ke lënë fëmijëve ti? S'kam që ju lë ama tepër. Kjo është me tjerë. Me tjerë lesh? Po. Është e tipit në për qyteta përdor, ndërsa tjerrja tjetër është me këto furkat. Furka, lidhe shtëllunga e leshit, do të shohim edhe në i matan, edhe me këto shkopit edhe, tradita tjeres këto. Të në qik krik, edhe këto popër të zjahun, kjo shpata me rrah, kur futen fijet. Vendi ku a gatu buka, magje i themin e. Magje. Këto janë me shprish leshen kë modeli këto. Pra gërhan quhen. Këtë e kena quajt fole katrore, është e bëme në periudhen kur erdhen kinezët, pra pas vite 60, edhe përshpejton të mielin e ministrit në mënyrë artizanale. Kjo mushej me far ministrit, edhe në momentin e parë shtrëngoj fort, edhe kur liron të këte, ka një gjuzë këtu, merë 2 kokra ministrit, dhe ato 2 e ilshon një nga një. Edhe që e kam përdorë edhe unë, dhe di me e përdorë shumë një. Po kjo është shumë e letë se tani, që i mbjellin me dorë, mekanizm a përdoret ma? Tepër i thjesht, por me tregu së të mirë shumë. Pra, të pakten ishte norma 4 dynim me mjell një person. 8 bëjshë unë, për shembull me ato shokët e mi të ri, vishim ngarë, një mas tjetër këtë. Këto janë sharra, punë e marangozit, një punë që edhe unë e kam ba, janë edhe veglët e mija këto. Ke punuar? Janë sharra që janë sharru trupat e mëdhej. Boj një skele, vendosi trau i madh, një njeri si për traut atje e komandot me këtë dorezën, 2 tjerë ulshin të poshtë këto. Lëvizja dhe boshin drasa, binar, gjithë shka tjetër. Po, ke lënë ndonjë punë pa bërë ti? Asnjë. Asnjë punë s'ke lënë pa bërë. Vetëm mekanik nuk kam punu. Mekanik, dhe më thonë... Mirë ndit njerë, çfarë ke bërë? Mësues po? Po. Çobanëdhish po. Traktorist po, me patent.
dhe mandej saldator, mandej kam punu me duralumin, kam punu me mërmerin, kam shkutu të i bo ato veglat e tëne, dhe kam grumullu lek, kam bo nërtim, dhe kjo nërtesa është ba po me ato lek, kras rogën e arsimtarit e kam pas për arsim. Pjesa tjetër është e investu me e gjitha, Këto gjëra, këto. beton hekur për me jolan diçka fëmijëve. Këtu për shembull po marrim disa objekte të vjetra. Është ai objekt i gurt që ja përdor për blumin e misrit të grunit, bereqetit për mu ba buk. Si bluaj këtu? Atëherë ka pas një të gurt, Po? një copë të gjatë. Shtypej, po thua? Po, shtypej, me dorë. Kur s'kishte I mullim. përket arkaizmit, është në periudha shumë të hershme, është gjetë në bushat kjo. Kurse kjo është mullini, që unë nuk mund e me unë punë se i ka këput diçka, mullini po me dorë, si mullinit e zakonshëm, Shto? kjo e lviz, këtu ka një gurë më Ta poshtë, bëjmë pak? po, Shto? E bëj me dorë, çdo gjë? këtu ka një levë që duhet fut këtu për me e marrë. Është prish për një pakujdesi temen, për shembull. Këtu janë objekte kishtare të vjetra, të cilët janë përdorë në ritualin, se kjo zona, këtë e Zëdrims, është pothuajse totalisht katolike. Këtu është biblioteka e me famshme, ka fillu biblioteka me lek të i shit latat, pas themon, të ushimit që ashim konvikt. Përboshim dy vetë bashk, njërin blok të atyne biletave, e shitshim, ndajshim racionin për gjys, pjatat ishin se cilit ushimi përbashkët. E ma ato lek? Me ato lek libra, vetëm libra. Vetëm libra. Pasion kështu i turbumi jemi. Çfarë nuk pas, ka ta filloj me telefonat një? Po, është telefoni kosmonizmit, është i bushatit këtu, telefonia me të cilin komunikohej. Këtu janë linjat që kishte të regjistru me të lidhuna, se cila fole ka një linjë, edhe do të mu lidhë për shembull baba im, ose gruaja ime me mu kur isha në Kuks. Po. Shkoj atje, centralistja merte, lidhte me rrethet kishte Kuksin, edhe kishte shkru me këto. Atëherë i binte zilës, deri sa delte stacioni, atje isha edhe nga 3 orë të i priton për me dalë një herë në telefon, krye 3 muaj. Ku formoj numrin e ty? Ta jo. Ka pas edhe kështu për qytetin, E ma men ti të Kuksit? Ati ku ke punuar ti? atje s'ka pas vetëm një telefon me 3 folet vogla dhe... Numrin them, qa numri formoj e ti Ja, për tira se në di. Kuksit? Nuk e mamë. Ja, nuk të tregojsh. A, nuk e të regojsh? Ja. Këto janë edhe këto janë kishtare, ajo që e përdor prifti këtu në... Korpi? Po, korpi. Atëherë, janë stampu, është marrë me qullë. është hell këtu, kjo me korrent e ka pjek, e ka shtri, kur është pjek, e ka hek, edhe këtej, kjo që është stampuka që madhe, i ka pre me këto formate, këto, presa. I ka sjellë në krohën tjetër për këto më të voglet, edhe i kanë përdorë. Po këtu, çfarë ke të ky rafti? Të ky rafti janë të gjitha filma fotografik, janë të viteve nga 62 e këtej, deri vonë, janë periudhës komunizmit, janë shumë fotograf nga Shkodra, nga zona këtu që kanë punu. Një ndërto është vena si Tom Corri, që shumicën e filmave, domon i përkasin edhe ati. Çfarë ka të filmuar aty ndot? Janë filmuar gjithë shka nga jeta e përditshme, sparit aktivitetet që janë ba, politike, ekonomike, në shkolla, në objektet të ndryshme. Po jo vetëm në Zadrim, në Shqipëri, apo kryesisht në Ja, Zadrim? atëherë kjo është zonale, nuk shtrihet për te kufive të lërës, ja. Nuk ka vetëm Kallmetin nga këto. Këtu kanë filmimet mia që kanë bëhen me kamera, i kanë futur në përdisje, i rujk sa për Sa filmime janë aty? Kam punu me televizionin, ka lajme, rubrika të ndryshme, ka edhe të tjera që janë edhe këtë për hobi,